ndërsa Ebu Bekri duke qarë me slotëve thoshte, flejoshmi baballarët edhe nonat tone për tyje. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu muhabete pothuaj se janë pas haxhit, lamtumir ose pjesa dërmuese e tyre pas haxhit lamtumirës, hyp në hutbe edhe jo mund disa këshilla sahabëve, në fund thot abdun khayyarahu Allahu bejne zahrati dunya wa ma inda Allah fa ikhtara ma inda Allah. Thot një besimtar, një rob të vet, Allahu po i thot apo don me vazhdu jetën në dunjat edhe me u kënaq me të mirat e dunjas, apo po don me ardh te Allahu. Thot ky robi e zgjedhi me shku te Allahu, ndërsa transmetuesi thot po e shohim e që është Ebu Said al-Khudri thot gjithna e morëm këtë tregim si të rëndëm, ndërsa Ebu Bekri duke qarë me slotëve thoshte fedejnake bi abaina wa ummahatina ja Rasul Allah, flejoshmi baballarët edhe nonat tone për tyje, ndërsa thot ne u habetëm qa kohë Ebu Bekri që qanë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thjesht po tregon për dikan që Allahu po i thot apo do me vdek apo do me ardh, edhe pas ka zgjedh me vdek, ndërsa thot Ebu Bekri i cili ka qenë më i dishmi prej neve, edhe që e ka ditë Koranin më së miri për neve, e ka kuptuar që ky rob është Muhamedi alayhi salam, sepse Allahu nuk ju jep mundësi njerëzve tjerë pos pejgamberve që me zgjedhsa apo don me vdek apo don me jetu akoma. Këto ishin shenjat të cilat Allahu i lartësuar i dërgoi pejgamberit alayhi salatu wassalam në një mënyrë për me i ambientu sahabët se një ditë ose ajo ditë e cila do të vjen shumë shpejt do të mbetni pa mua dhe unë do të dal prej kësaj bote.